Një nga vendimet e para të marra nga drejtori përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, lidhet me riorganizimin e shërbimeve të policisë rrugore në të gjithë vendin. Prej datës 10 prill, është ndërprer praktika e ndalimit të automjeteve me arsyetimin për verifikim. Nga policët në rrugë tek teknologjia, ky është urdhri më i fundit i firmosur nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita, i cili jep fund vendosjes së efektivëve të policisë në cepa të rrugëve, të cilët fshihen për të kapur drejtuesit e automjeteve në shkelje. Me urdhrin e ri tashmë nis një riorganizim ndryshe i policisë rrugore, ku kjo e fundit nuk ka më detyrimin të zbarkojnë në terren për të monitoruar përmes kësaj skeme të vjetër, por do t'jetë teknologjia, dronët dhe radarët ata të cilët do t'i fiksojnë shkeljet e drejtuesve të automjeteve dhe këta të fundit do të mund të njoftohen përmes mesazheve apo emaileve në e-Albania për shkeljen që kanë kryer dhe masën dëshkimore. Ristrukturimi i Policisë së Shtetit nga Skënder Hitaj nis me rrugorën dhe pritet të pasohet me të tjera urdhra që do të vendosen në ditët në vijim për të patur një fazë të re të funksionimit të policisë, ngjashëm me standardet e vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, në rastet kur është e nevojshme ndërhyrja në terren dhe konstatimi i drejt për drejt i shkeljeve, strukturat e policisë rrugore do të duhet të hartojnë plane të qarta kontrolli. Sipas udhëzimit, këto operacione do të drejtohen nga shefat e sektorëve ose seksioneve përkatëse, me qëllim rritjen e transparencës dhe efektivitetit në terren.